e qesin i fletë arrest, sa morin zotin Lushtaki me dhunë, atër ne do të përgjigjemi me dhunë. Vesh mos ka çuptohen, policia e Kosovës është e Kosovës, është e qytetarët e Kosovës, ushtria qendrore e Kosovës ka liftu për të ketë një drejtësi dhe një polici këtu në vendin e vet. Policia, unë e di që prom nuk kanë ardhur kryen veti, ata i ka qua ministri Sveqa, i cili din edhe kryeministri, edhe Dejona Mihali. Kështu që prom ai aksion që ka ndodhur këtu me ato forca policore ka qenë shumë e tushme dhe kanë bërë shumë një keqe policisë tonë. Kanë menduar që bojnë nuk kanë bërë një farë se s'kan pas nevojë policia e Kosovës, njësia speciale për një shuplak të vinë me armë gjata me snajper automatik që kanë ardhur në Drenicë, mbi 17 pika qëndrimi ku kanë qenë duke kontrolluar pa nevojë. Kjo ka qenë shumë turp për qeverinë dhe për institucionet e vendit, jo për policinë, gjithmonë kam fjalën për politikën. Edhe kisha bë apel politika duhet larg drejtësia, jo të futet në drejtësi ashtu që tha sot Albin Kurti, i cili thotë se shumë shpejt do të largoj pi punë prokuror dhe gjyqtar. Është vërë ditur se sot do të intervistohet kryetari Skënderaj Rajsami Lushtako dhe jemi fiks para policisë së Kosovës. Se sot jeni një pranishëm do pse qytetarët po marrin pjesë vetë para intervistimit të tij. Ju e dini se unë sot e kam pasur mbledhje me kryesinë ngushtë. Me antarësinë time kam biseduar me ta, kemi marrë vendim. Nëse tentojnë policia e Kosovës apo prokuroria këtë rast, jo policia e qesin i fletë arrest, sa morin zotin Lushtaki me dhunë, atëherë ne do të përgjigjemi me dhunë. Këtu në ta dinë shumë mirë, shumë të qartë, ta njerëzën të bu në mbrojtje të drejtës. Jo. Nëse Sami Lushtaki shkon në vullnetare, edhe është një ftesë nga prokuroria, në vullnetare ne do të pranojmë. A nëse tentojnë ata me dhunë, dhuna është veç dhunë. Drenica dimi prit mist, Drenica gjithmonë ka qenë hapur për mish, policia e tonë, me policinë nuk do të shtyhemi, ta kemi qartë, se ne thashë edhe në fillim ata e tonë dhe ne për ta kemi liftuar për mbështet. E sot më na ndodh kjo shekull se një është marrë, është një turp i madh nga politika që është duke bërë Albin Kurti në këtë fshat. Zoti Kuçati, kur po thoni se gjitha vendimet pra janë politike, po e drejtoni gishtin ka qeveria dhe drejtuesit e vendit. Apo mendoni që edhe situata e mbrëmshme edhe ajo që ka po ndodhur sot ndikon më shumë në tensionimin e situatës? Nëse ke përcjell dhe ke qenë sot në konferencë për shtyp të Albin Kurti, ke mujt me ditë që është politike. Albin Kurti sot vetë tha, gjithë prokurorët dhe gjyqtarët do të suspendohen, do të merren mosa ndaj tyre ndaj policëve. Kështu që unë s'po them, po ai ka thonë Albin Kurti, unë mbi përsëritim fjalët e kryeministit, i cili ka ardhur në pushtet me dhunë, duke djeg parlamentin, duke gjul gaz lotësisë parlament, duke gjujt policinë, edhe sot neve për një shuplak gjithë ky i madh, i vogël çon kom për me arrestu një general lufte, se tërë jetën e vetja ka kushtuar sqarimit, tërë jeta aty na ka qenë çështje kombëtare dhe sot bot kaq e madhe, ky është turpi më i madh se politika duke bërë këtë. Jo, s'është thirrje për dhunë. Mos po këtë ne dëshirojmë dhunë, se ne kemi ujë për dhunë. Ne mos po këtë ne dojmë shkatërimin e vendit. Nuk, jo, s'ka shans. Po nëse ata tentojnë, na po i thojmë, nëse Samia i ka ardhur ftesë, Samia do të lajmërohet vetë. Po Samia s'ka ftesë ende, pa pas ftesë pse më lajmëron njëri? Pse mora ata më dhun ku se kanë çu ftesën? Samia është njëri që kupton, nuk është i rritën mal. Ai kupton, këta ftesë nuk kanë çu, edhe Allah nuk i ka ftesë Samis generalin në dorë që kanë shkruar për ftesë për më lajmëruar në prokurori. Ktu e kam fjalën gjithmonë.